Pesë antarë demokratë të Këshillit Mandateve për të tretën herë kërkuan mbledhjen e këtij këshilli për të shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut për imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ata mbritën në ambientet e kuvendit të rreth orës 11, por socialistët sërish refuzuan të bëhen pjesë ndaj përpjekja e opozitës dështoi. Prej 2 javësh jemi në kërkim të 5 antarëve të mazhorancës në këtë këshill, të cilët janë fshehur dhe i ikim përgjegjësisë tyre për shqyrtuar kërkesën e prokurorisë, e cila është e ngutshme për shkak se siç ka provuar prokuroria e pandehura krahu i djathtë zëvendësja Edi Ramës është duke intimiduar dëshmitar dhe duke prishur prova. Sot mbushen fiks 2 javë nga momenti ku prokuroria ka kërkuar heqjen e imunitetit zonjës Balluku, me sa duket pasi kthyen zyrën e kryeministit në zyrë avokatie, po kthejnë edhe zyrat e kuvendit në zyrë avokatie për Belinda Balluku. Në 16 dhjetor në kuvend briti kërkesa e SPAK-ut për arrestimin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. 40 orë më vonë, Këshilli i Mandateve nisi shqyrtimin e kërkesës e avokati i zonjës Balluku kërkoi 3 javë kohë për t'u njohur me provat. Por prokuroria vuri në dukje se 3 deri në 5 ditë mjaftojnë, e mbledhja në 18 dhjetor u mbyll pa një vendim. Nga ana tjetër, lideri i mazhorancës, kryeministri Edi Rama, e bëri të qartë se pa përfunduar betejë në gjykatën kushtetuese për pezullimin e numrit 2 të qeverisë Balluku, kuvendi nuk do të shprehet për kërkesën e re të SPAK-ut për arrestimin e saj. Gjykata kushtetuese do ta shqyrtojë çështjen e pezullimit në 22 janar, ndaj për këtë arsye, vetëm në fund të janarit pritet vendimi i mazhorancës socialiste nëse do t'ia heqë apo jo imunitetin Belinda Ballukut. Ka qenë një